Tani duhen kuptuar disa gjëra para se të flitet për lëvizje të tilla sociale siç janë protestat. Kapitalizmi është i orientuar ndaj paras. Dhe si kult, si kish, si xhamit vetën ka shëntërimin e pronës individuale, jo pronës kolektive, siç e kishin sistemet e tjera. Kjo duhet na thot shumë për pasojat dhe derivatet e dinamikave sociale, e raporteve qytetar qeveritar ose qytetar shtet. Dhe nëse shohim historinë, nuk do të habitemi që edhe nuk do të xhelozohemi mbi gjitha që ka njerëz që arrin me brenda ligjit ose jashtë ligjit, se tash mund të jesh edhe brenda ligjit dhe është prapë imorale, të krijojnë atë që neve, që demokracia dhe kapitalizmi e quajnë kulti, që është prona private. Kështu që unë nuk e njoh fare atë zotrin që ka Zvërnecin, as e kam iden, po e quaj është shumë e padrejtë ashtu të hysh analizave mbas 20 vjetësh se si e ka bërë ai atë pronë. Se po që ashtu, hajde të hyjmë analizave si është krijuar prona private. Ky planet ka ekzistuar para njerëzve. Nga si vjen një njeri dhe thotë kjo toka është e imja. Po ta shohësh ftohtë, domethënë është një idiotësi. Që një njeri deklaron që unë kam prona një mal. Kam prona një tokë. Pronë mund të ketë atë që ka bërë ai vet, mund të ketë shtëpinë, hotelin, nuk mund të kesh tokën. Toka është dhënë nga universi. Kuqë mos të hyjmë atyre analizave, mos bëhemi xheloz, të shohim edhe situatën, duhet parë edhe ku jemi rreshtuar. Ku jemi rreshtuar si kombë, ku gjendemi, mes ku gjendemi, çfarë kemi për komshin, dhe po edhe kush na ka vënë syrin. Ne dim shumë mirë kush na ka vënë syrin. Ne dim shumë mirë çfarë problemesh kemi me Greqinë. Ne dim shumë mirë çfarë frikë ka Greqia që Shqipëria ty në EU. Dhe unë nuk mendoj që asnjë politikan shqiptar njëherë për njëherë ka interes që Shqipëria të futet në EU, sepse të gjithë politikanët kalojnë disa filtra global dhe rajonal që janë aty në parlament. Është më se logjikshme. Tani, nëse Edi Rama është kthyer në një, le të themi, një perandor politik,